Me ndeshjen Pelisteri Shkëndija që u zhvillua mbrëm në Manastir u kompletua java e 9 e sezonit vjeshtor në ligën e parë të futbollit vendor. Ndeshja Pelisteri Shkëndija që dëshmoi një lojë mesatare tipike e kampionate përfundoi me barazim pa gola 0-0 të nivelit ton përkundër disa rasteve nga të dyja ekipet dhe që nuk u konkretizuan. Skuadra Kuqezi, e cila dominoi pjesën më të madhe të lojës, nuk arriti që të gjejë rrjetën në këtë takim në fushën e Pelisterit. Raste të mira për të shënuar kishin Tamba, por edhe fiton Ademi. Me pikët e fituara, Shkëndija mbetet në pozitën e 3 me 21 pikë. Pas kompletimit të xhiros së 9, pason pauza 2 javore shkaku i obligimeve të reprezentacionit për ndeshjet kualifikuese për botrorin 2026. Java e 10 e kampionatit sjell super derbin e sezonit mes Shkëndijës dhe Vardarit.